Nëse më pëlqen njeriu, mund të jetë çfarë të dojë, ku di unë, edhe punëtor llaçi të jetë, por nëse është njeri shumë ajo që më ka bërë çudi një ditë. Isha bashkë me një koleg, edhe na ishte prishur brava e derës. Edhe thrasim burru, është ai diku te 50 e ca vjeç, i mirëmbajtja, si bën këto të brava, çelsa gjëra. Edhe në një moment, ne se kishim mendjen fare te ai, po flisja me këtë kolegun, u hap një temë filozofike kështu. Kur filloi ky që reparonte bramën, të na fliste për gjëra që ne duhet të rrinim nga 30 sekonda të mendoheshim çfarë përgjigje t'i kthenim. Ishte tmerrsisht interesant. Ca muaj që ka ndodhur, kisha gati 4 vjet ca kohë që punoja në atë spital. Që e shikoja për shkëmbesha për ditë, por nuk kisha folur kurrë me të. Nuk e dija fare, domethënë e shikoja stereotipi dikush me vegla me gjëra, okay, ky është punë ti, unë punë time dhe cit. Por që prej asaj dite që ai shpalosi atë veten e tij filozofike, unë bëj pothuajse çdo ditë muhabet me atë në spital. Më kujtua një thënie të këtij zotërisë vet, se doktor, se ju na shikoni dha kështu si punëtor krau e kështu tha po. Edhe ne lexojmë kështu.